Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në edicionin informativ të mëngjesit në News 24. Një dorez e djegur pjesërisht e gjetur pas vrasjes së biznesmenit Bujar Nasufi më 12 janar 2025, konsiderohet prova më e rëndësishme në duart e hetuesve. ADN-ja e përftuar prej saj mund të çojë në identifikimin e autorit të krimit. Një dorez gjysmë e djegur që u përdor nga autori i vrasjes së biznesmenit Bujar Nasufi mbrëmjen e 12 janarit 2025 në afërsi të zonës së njohur si Pallati me shigjeta në kryeqytet, është prova më e fortë që hetuesit kanë në duar për të hedhur dritë mbi krimin e rënd. Pas krimit, autori që lëvizte me një motor dhe dogji atë në një nga tunelet në zonën e kombinatit dhe duke qenë se ekzekutori kishte përdorur doreza, në motomjet nuk u gjetën gjurmë të gishtërinjve, por në njërën nga dorezat që ishte gjysmë e djegur, u zbulua material biologjik dhe prej tij është përftuar një profil ADN i gatshëm për krahasim. Burime pranë grupit të hetimit thanë për News 24 se është kërkuar krahasimi i këtij profili me bazën e të dhënave të ADN-s pranë Interpolit. Nëse rezultoni përputhshëm me ndonjë nga profilet e të skeduarve më herët për krime të tjera, prokuroria mund të ketë të dyshuarin e parë. Hetuesit po ashtu konfirmojnë se me vendim gjykate është vendosur që profili i ADN-s të përftuar të krahasohet me ato të nënës së vëllezërve nga Përmeti, të cilët kanë pasur konflikte me biznesmenin e vrarë për shkak të shitjes së një prone nga babai i tyre në emër të Bujar Nasufit. Të dy vëllezërit janë të skeduar në Spanjë në aktivitetin e trafikut të kokainës dhe prokuroria po heton për implikimin e tyre në këtë ngjarje të rëndë. Bujar Nasufi u qellua për vdekje pranë banesës së tij në sytë e gruas. Ai po parkonte makinën kur një person u afrua pranë tij dhe ekzekutoi me disa plumba. Lidhur me këtë ngjarje, prokuroria është duke hetuar në disa pista, por vetmja shpresë që mund t'i afrohet të paktën emrit të ekzekutorit është prova e ADN-s që kanë prej tij. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të shtunën pasdite në fabrikën e pasurimit të kromit në qafë Burrel në Klos. Mësohet se është shembur masivi me mineral që grumbullohej nga përpunimi i kromit dhe është zhdukur fadromisti që punonte aty. Nga shembja e masivit është qarë dhe një rezervuar uji i krijuar gjatë punës në fabrikën e përpunimit të kromit të varfëruar e përpasoj ka marrë me vete fadromon së bashku me drejtuesin e saj. Forcat e policisë e 10 banor të zonës po kërkojnë në vendin e ngjarjes për drejtuesin e mjetit fadrom, një 25 vjeçar. Fabrika e përpunimit të kromit ishte marrë me qera pak muaj më parë nga 2 shtetas kinez. Kryeministri Rama ka thumbuar Partinë Demokratike teksa komentoi kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, befasisht 3 patriot nga Tropoja dhanë $6 milion për të shpëtuar Shqipërinë nga ai dhe për të treguar se sa e bukur është këneta. Në Gjirokastër, kryesocialisti Edi Rama është kthyer edhe një herë kontratës së lobimit në Shtetet e Bashkuara në interes të Partisë Demokratike. Rama ironizoi kundërshtarin politik, Kryeun Demokrat Sali Berisha, për $6 milion të shpenzuara. Është bërë interpretueshme dhe aritmetika. 77-42, ne hapiteshim dhe qeshnim se dhe po s'kishim parë gjë akoma, se u bë 77-6 milion tani. Me këtë kontratën e patriotëve, që befasisht 3 patriot nga e njëjta familje në Tropoj ju lindin zemër që të nxjerrin 6 milion që të mbrojnë Shqipërinë nga unë dhe nga ju. Dhe që të tregojnë në Amerikë se sa e bukur është këneta. Rama i kërkoi mbështetjen gjirokastritëve në zgjedhjet e 11 majit për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka një makineri që është makineria më e madhe burokratike e botës, që ndjek 24 orë, 7 ditë javës, çdo gjë që ndodh në një vend që pretendon të hyjë në atë shtëpi. Çdo gjë. Dhe aty nuk të falin ata as për sytë e bukur, as se ju pëlqen deti jon, as se kanë dëgjuar për Gjirokastrën. Më pas kryesocialisti zhvilloi takimin përmbyllës elektoral në Gjirokastër, ku sulmoi partitë e reja politike. Është ajo fare keqe që polli të ndjerën LSI. Dhe ju e dini që kemi hequr me atë fare të keqe. Sot, ajo fare keqe nuk duhet lënë të mbi
e të marri fushat e politikës shqiptare, sepse nuk ka asnjë ofertë, nuk ka asnjë gjë të re. Ka po të njëjtën gjuhë kënetës, po shari dhe kënetës, po akuzat dhe kënetës. Dhe ndryshe nga këneta, ka vetëm një gjë. Këneta ka një buf të lodhur të mbaruar, kurse ata kanë ca djem të ri. Kjo është e vërtet në mosh, po jo në tru. Në tru janë të tërë bufat vegjël. Gjatë takimit me qytetarë dhe simpatizantë në Peqin, Sali Berisha premtoi se në 100 ditët e para nuk do të ketë rroga në 500 euro dhe pensione në 200 euro. Në takimin elektoral në Peqin, ku prezantoi kandidatët për deputet të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Sali Berisha premtoi ndryshime epokal brenda 100 ditëve të parë të qeverisë së djathtë, ndryshim që do të nisë me rritjen e rrogave dhe pensioneve, tha ai. Me votën tonë, ne mund të bëjmë jo një ndryshim, por ju garantoj dhe ja fjalën një ndryshim epokal. Sepse në 100 ditë të para, ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Ju siguroj, pas 11 maj në 100 ditë të para, nuk do ketë rrogtar me rrogë më të ulët se sa 500 euro në Shqipëri. Kryedemokrati deklaroi se me programin për bujqësinë do të mundësohet pesëfishimi i subvencioneve, ndërkohë që tha se Shqipëria do të jetë vendi me taksat më të ulta në Evropë. Fermerët punësojnë 500.000 shqiptarë krah pune dhe ai ndau 32 milion euro për ta. Ju garantoj se kjo shumë do të pesëfishohet. Do të pesëfishohet. Dhe se do subvencionoj për çdo fidan të mbjell, 5 herë më shumë se sot. Do subvencionoj për çdo njësi prodhimi, 5 herë më shumë se sot. Do subvencionoj për çdo kokë bagti të mbarshtruar, 5 herë më shumë se sot. Dhe çdo kriter i vendosur se duhet keni 10 lop, apo 100 kokë dela, apo kaq hektar tokë, bie. Berisha nuk la pa thumbuar kryeministrin Edi Rama për njerëzit që mban pranë. Tallet me shqiptarët, merr daullën, i bie daullës, gjën dhe nojzin. Me Lamborghini nojzit, po Lamborghini nojzit nuk është pensione. Lamborghini nojzit nuk është rroga. Ai takzoj. Po ç'pun ka pensionisti me të? Apo si ta mashtroj? Po ç'pun ka i smuri që vdes për ilaçe? Historia ka qenë e hidhur. Edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. Kryedemokrat tha se 11 majit është dita e qytetarit, orës e vërtetës, e krenarisë, shpresës dhe besimit tek e ardhmja. Tom Doshi sulmon sërish shashë për kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci, duke akuzuar për presion ndaj qytetarëve me qëllim marrjen e votës. Sipas Doshit, Beci po vepron si infiltruar i Partisë Demokratike brenda PS-s dhe po saboton socialistët. Ai u bën thirrje qytetarëve të votojnë PSD-n, duke e quajtur këtë votë si ndëshkim për Becin. Kryetari i Partisë Social-Demokrate, Tom Doshi, ishte përsëri shumë i ashpër me kryetarin socialist të Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, duke e akuzuar atë se bën presione ndaj njerëzve për t'ju marrë votën. Doshi tha se Beci në siglën e Partisë Socialiste, në fakt po bën punët e Partisë Demokratike si kryebashkiak. 2025, Benet Beci ban presion njerëzve që janë me nimë sociale, po zë votut përsen, do t'ja u heki nimën sociale. Një infiltrum i Sali Berisha, pa erdhi me mision me shkatru përsen, sepse në Bashkinë e Shkodrës nuk kena asë një drejtor socialist. Kanë ardhur tanë prej të BD që kanë luftu që Benet Beci mos marrë aty. I bëj thirrje socialistave. Votojnë Partinë Social-Demokrate sepse mas zgjedhjeve Beneti do shkojnë burg. Beneti është në sigël të PS-s, po ban punë të PD-s. Votën për PSD-n është njëri më i madh që i bëjnë Benetit. Tom Doshi kërkoi që të gjithë qytetarët në qarkun e Shkodrës të votojnë PSD-n, që sipas tij është e vetmja forcë politike që i përfaqëson denjësisht.
Këta kanë hallin që ne marrim 3, se për 2 kanë pranu vetë. Kam besim të gjithë njerëz që punojnë në administratë, gjithë ato që janë me ndihmë sociale, të gjithë ato që kanë probleme shëndetësore, do të votojnë Partinë Socialdemokrate. Pse do ta votojnë? Unë kam 20 vjet që kam qenë edhe në kryet PS-s për Shkodrën, po karakterin tim të fortë nuk mund ta adorojnë to servilat e PS-s. Të 4 që janë listë me unë, nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste të Shkodrës. Dhe për këtë, unë ju bëj thirrje socialistave të votojnë Partinë Socialdemokrate, të votojnë Tom Doshi, sepse unë jam deputet. Këtë takim elektoral, kreu i Socialdemokratëve Tom Doshi e zhvilloi me banorët e lagjës Mark Lula në Shkodër. Partia Demokratike akuzon KQZ-n se në shkelje të standardeve zgjedhore ka emëruar si vëzhgues në zgjedhjet e 11 majit patronazhist të Partisë Socialiste. Zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike tha se janë evidentuar deri më tani 12 patronazhist të emëruar si vëzhgues të pavarur. Dyshimin e Partisë Demokratike për vendosjen e emrave të patronazhistëve të qeverisë Rama në përmbajtje të listave emërore të vëzhguesve të akredituar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve e vërtetojnë emrat në listat bashklidhur këtyre vendimeve. Si është e mundur që këta personazhe futen deri në organizmat ndërkombëtar që janë garancia e zgjedhjeve, besimi dhe certifikimi? Në shkeljet hapur standardeve zgjedhore, vëzhguesit që prezumohen të jenë të pavarur shfaqen krejtësisht të njëanshëm, madje bëjnë propagandë fushate për Partinë Socialiste edhe publikisht në rrjetet sociale. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Berati, Neno Bozdo, akuzon kreun e Partisë Socialiste të Poliçanit si përgjegjës për humbjen e 54 ton lëndë të parë nga uzina mekanike në Poliçan, ndërsa shton se Prokuroria e Beratit prej 3 vitesh e ka lënë dosjen në harres. Erion Zuluftari, kreu i Partisë Socialiste të Poliçanit dhe njeriu që drejton fushatën e Partisë Socialiste në këtë bashki, sipas një raporti zyrtar të kontrollit të lartë të shtetit, rezulton se është direkt përgjegjës për zhdukjen e sasive shumë të mëdha të lëndëve të para të vlefshme nga inventari i uzinës mekanike të Poliçanit, kur vetë Zuluftari ishte drejtuesi i saj. Sipas për llogaritjeve të kontrollit të lartë të shtetit, vlera totale e dëmit financiar të shkaktuar me pak fjalë vjedhjes është të paktën 250 milion lek. Për këtë skandal, sipas vetë KLSH-s, përgjegjës kryesor është ish drejtori i uzinës mekanike Erion Zuluftari. Pas 3 vite shetime, prokuroria ka ngecur dhe asnjë avancim në këtë dosje. Ne do të pastrojmë shtëpinë tonë nga të korruptuarit, kriminalët dhe hajdutët e parave të shqiptarëve. Kandidati i Partisë Demokratike Tomor Alizoti tha në takim me banorët e Gramshit se kjo është një nga zonat që është lënë në harres dhe ku fshatrat të tërë janë zhytur në varfëri dhe mjerim të tejskajshëm. Ai i ftoi ata që të votojnë për Partinë Demokratike më 11 maj që vendi të pësojnë ndryshimin që meriton. Kemi qenë në Grabov, në Lenie, kemi parë një skamje të tmerrshme, të frikshme. Gramshi është qyteti me infrastrukturën më të shkatëruar. Fshatet e Gramshit janë në një mjerim total. Po pse mos ta kenë pensionin siç e kanë fqinjët tanë, Malazezët, Kosova, Maqedonia Veriut? Pse mos e kenë dhe Gramshiotët? Pse mos e kenë gjithë shqiptarët? Pse mos e kenë dhe fermerët shqiptar subvencionet siç e kanë gjithë fqinjët tanë? Pse mos jetë çmimi i naftës siç e kanë dhe ata? Qytetit Gramshit, qytetit simpatik i cili është i heshtur, po në fund të ndëshkon. Çohuni të gjithë të votojmë, të shpëtojmë Shqipërinë nga një i çmendur, nga narkotrafikantët, t'ja u kthejmë Shqipërinë shqiptarëve, t'ja u mheqim oligarkëve, të cilët e kanë zhbërë një popull të vogël me zemër shumë të madhe. Një popull të vogël që ka marrë rrugët e botës vetëm për të ushqyer. Të gjithë të moshuarit në Gramsh, fshatat Gramshit i kanë fëmijë të rrugëve të botës. E janë të gjithë bashkë. Ne flasim me seriozitet, me plane, me gjëra konkrete. Ata kanë marrë Dajrën dhe Daullën.
Kanë marrë sepse i kanë marrë këtij popullit vogël të varfër miliona e miliona euro. Nderuar qytetar, bashkohuni që të çlirojmë Shqipërinë reale. Bashkohuni të gjithë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju sugjeroj të klikoni në balkanweb.com për të njohur në kohë reale me lajmet e për të ndjekur në live stream News 24 në çdo kohë. Për vëmendjen, bashkë shihemi në edicionin e radhës.